Unë i falenderoj Donin edhe Kosovarën që janë këtu bashkë me ne, vazhdojnë të na prisin sepse në fakt nuk deshat ju inkuadroj me që pa që ishte me njëherë një lloj përballje mes tyre me opinionet, por do të flasim edhe me ju për atë në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Kosovare, po nisim me ty. Si e shet ti personalisht raportin mes Mirit dhe Selinit, një raport shumë i diskutuar që ai së fundi u përball edhe me deklaratën e babait të Selinës, jashtë do të thotë që të cilën e ka quajtur pervers. Fillimisht ju kërkoj falje nëse gaboj diçka gjatë komentimit, se nuk është jam ndjekse 100% rregull të bigut të Shqipërisë, po flas me aq sa kam pa dhe aq sa kam dëgjuar dhe opinionin tim në përgjithësi në mes raport një vajze 3 edhe një zotërie siç është Miri. Nuk mundem domethënë me gjyku nëse ata kanë lojë apo është diçka reale. Në jetën reale kemi raste të shumta ku një zotëri me një moshë ndoshta pak më të rritur lidhet me një vajzë që është plus 18, momentin që ai është plus 18, 20, 22, 3, ai është e përgjegjshme për veprimet e saj dhe vendimet që i merr, nuk mundemi me gjyku. Ajo çka mund pengon këtë rast është se Miri është në një status martësor, është prind aktualisht, edhe normal që familja e tij jashtë mund të më ndikojë dhe mandej gjithë opinione. Domethënë këtu mendoj që është ajo pika e dobët edhe ajo çka po është shqetësuese për opinionin, ndërsa nëse ata të dy kishin qenë të lirë edhe të dy janë plus 18, Selina është një vajzë e rritur, mendoj se din fare mirë se çka po bën, mendoj se ajo gjithashtu një strategji, është një lojë sepse ne shqiptarët e dimë se vdesin për këto drama, për këto lidhje kur kanë dikë jashtë kështu tjetër, ajo din se komentohet shumë dhe ka po faktor shumë të rëndësishëm aty brenda. Në fakt, ka një këto teoritë konspirative nuk mungojnë asnjëherë në Big Brother jashtë, që është një lloj marrëveshje e Mirit edhe me bashkëshortën e tij jashtë, që do të bëj kështu dhe do të krijojë këtë relacion brenda Bigut. Çka mendon? Mund edhe të jetë, po unë nuk e besoj për faktin që është pa dhe është komentuar ka shumë edhe në studio televizive në Shqipëri që gruaja e Mirit nuk është shqiptare, nuk e njeh gjuhën shqipe dhe ndoshta shumicën e deklaratave nuk i kupton ashtu siç duhet ose bashkë mirë. Aversim besoj. Aversim besoj kemi pa krejt. Unë mendoj që Miri është dashuruar Selinën, e ka ndjenja më të thella se sa loja, ndërkaq Selini ka qëllimin e qartë. E ka pa që ky si rast si dyshe po shitet në publik, me qenë se ka prajme që diskutohet raporti i tyre, ku qëndrojnë, çka po bojnë, xhelozit mes tyre, po edhe e din që ky sen shitet, edhe e bën atë më të fortë brenda lojës së Big Brotherit. Po Selini e ka bërë disa herë të qartë, që unë me Mirin kam vetëm një raport shoqëror, raport brenda këtu të Big Brotherit. A po lidh diçka mes tyre? Që Miri po e xhelozon raportin e Selinit me djemt e tjerë të shtëpisë, specifikisht me Gimbon, ku edhe gjatë këtyre ditëve kemi pa edhe disa video që kanë qarkulluar nëpër media sociale që nga ajo xhelozia ndoshta ose padurimi ka shkuar dhe i ka pas çfarë po flasin se çfarë janë duke bëu. Kështu që mendoj që kjo e bën ma dyshuese ndjenjen e Mirit ndaj Selinit. Ose ndoshta edhe aktron deri në çat piksa që me bu me besu që ka shumë reale. Deshta mundojt deklarata e parafolses zonjës Linda që tha po shesin moral. Nuk është të shit moral kërkosh. Qoftë brenda Big Brotherit, qoftë ose njëna na publiku që po e komentojmë në aspektin moral. Sepse nuk mund është me gjyku një raport të një, si që dha edhe Kosovari, atë një vajze 22-23 vjeçare që është e vedishme për veprimet e veta, e din që është i martuar, ka një fëmijë, po edhe gocën në ajo do po lot realisht derisa e pa takimin me edhe ti me gjyku afërsinë ose me cilësuesi antivlerë në diçka që është një realitet që ndodh çdo kënd. Mund të ndodhë edhe jashtë. Ndodh jashtë, ndodh shumë jashtë. Gimbo si po duket? A mund të ketë diçka mes Gimbos dhe Selin? Duken shumë çift i këndshëm, pëlqejnë kur të shoh ata dy bashkë, edhe mendoj se për syrin publik është më e pranueshme se çift Gimbo me Selinën, kështu që pse ju e kanë pasur që janë shumë të afërt, zhvillojnë biseda ndryshme, bojnë ato lojrat, edhe po më pëlqejnë shumë, kështu që pse jo mundet. Kosovara me të pyet kështu, nëse bashkëshorti jota, po flasim hipotetikisht, do të ishte brenda Big Brother, realisht, edhe do të kishte një lojë të tillë. Si kishte lojë? Okej, kjo është çështja. Jo,
Nuk e di, jo, s'm kesh pëlqy. Mendoj që asnjë gru që është në status martësor momentalisht me një person që gjendet në Big Brother nuk i pëlqen me pa lojrat të tilla mande, edhe nëse kanë me marrëveshje, ndoshta një herë në fillim thu po, okay, bëne, po kur e shat ty brenda se që zhvillohet, mandej gjithë opinionin e komentet, nuk të pëlqen edhe nuk ndjesh mirë. Pra, sa që e kishe ditë që është një lojë, nuk kishe arrit me përballu të ndoshta e din që është lojë, po shembull vin familjar, vin shoqët, i shen nëpër media, shkomentohet shumë bash, më mendoj që është shumë presion i madh psikologjik për me përballu. Të e marë parasysh që e din që është një lojë, ka një fund, por mundet të mu dashuru realisht, kështu që probabilitet kështu që është rrezik. Mirë, Kosovare, edhe e flasim edhe për një protagonist tjetër që pothuajse në çdo prime atje merr vëmendje që është Brikena. Edhe po vazhdon me atë qëndrimin e saj ndaj Mateos, a mendoni realisht që vërtet mund të ketë një raport mes tyre dhe apo Brikena nuk është ndjen diçka ndaj tij? Po mendoj se nuk ndjen as pak diçka. Ajo edhe herën e fundit që jepi një mundësi për mu njoftë, e jepi ndoshta ndok veç për shkak të situatës së gjithë asaj, se mendoj që realisht nuk e ndjen. Edhe nuk i shoh si shaj respekti. Veç më e forta që Brikena tha kur e kum pa këngëtarin edhe këngëtarën, tha ku mendoj që është daja jam me gruën e vet. Domethënë as që kish menduar që mundet me po një surprizë. Një sen të cilin kom dasht me thonë prej që ka nisë me u diskutu raporti Mateo Brikena ndoshta edhe në publik. Gjatë tregimit të historisë të njohjes të dyshës nga Mateo, në përreshtë atë që nuk kam qenë i gatshëm me marrë përgjegjësi për diçka më shumë. Për para 4 viteve kur janë njoftu i herë që thot Brikena. Nuk kam qenë i gatshëm me marrë përgjegjësi. E tash çka po preto i nderuam? Nëse ti atëherë nuk ke qenë i gatshëm me marrë përgjegjësi edhe tash pas 4 vjete po të rikthejt ty pëlqimi për Brikenën, pse jene një lojë, ke bën shumë ma dyshuese dhe shumë ma shumë të qartë në shtate për Brikenën brenda që ka hyrë veç për lojë. Po shumë interesant se Mateo jashtë po shihet si një lloj heroi, le ta themi kushtimisht. I dojmë na këta persona që ndonë se vujnë për dashurinë dhe shiten që me dhe me në po du, po kjo s'po më dënë. E kena një farë empatie për persona që e luajnë viktime. Që marrim një vlerësim prej kosovarët që apo din Mateo me tentu me marrë këtë pëlqimin nga Brikena? Mendoj se Mateo i ka gjitha, ai thotë më pëlqen kështu, por nuk deri prajmin e kaluar nuk është që kemi pa diçka që ka bë konkretisht për me bë Brikenën mundje mirë. Ndoshta ajo ka qenë shumë e ftoftë, nuk i ka liju afrimitet, por ne normal e kam pa rrjet që komentohet shumë Mateo ideali mirë, i sjell shumë e kështu, po mendoj që Brikena e njeh më shumë për te kësaj Mateon, edhe kjo është arsyeja që ajo nuk e lejon më afru, sa ajo e din që ka diçka më shumë. I dyshës që ka përfunduar ndoshta në një mënyrë jo të mirë, siç edhe e shprehin përgjithësia këto, e ke dëshpëruar vajzën një herë. Ja ke thyrë zarë një herë. Nuk mundesh për dytë nëse nuk ta jap mundësinë. Se kur jemi te Brikena, domethënë kur kujton ato e pat një në jashta pranit realisht, që i tha dikush, a di me usill në kry, tha nuk di me usill në kry, po di me të bëj usill në kry. Po e bën Mateo me usill në kry. I ka të shpejta Brikena. Po e bën Mateo me usill në kry për ta. Pëlqen shumë Brikena, mendoj që e ka ndruar përgjithësi mendimin për ta, momentin që është futur në Big Brother, se gjithë fillim e kemi pa ajo vajza e bukur, mandej me ato gafat që i ka në mes, ndërsa këto po e ka përmirësuar shumë imazhin e saj, edhe po më vjen shumë mirë që ka treguar që për te bukurisë është një vajzë shumë e mëshme, shumë e kthell nga truni, ja prej mendja shpejt, po më pëlqen shumë. Edhe e din çka don, më pëlqen se e din çka don, edhe një Mateon më mirë se na. Veç Mateon jo. Më mirë. Ndërkohë, a u mërzitet që doli Limi? Jo, as pa. Çapata të më mërzit fal. Po, pikërisht po ju thë. Alba ndoshta është mërzitse. Dalja e tij në këtë pikë ishte e nevojshme, le ta themi, pak për lojën e Albes, apo? Mendoj që po, ishte e nevojshme qoftë ndoshta për lojën e Albes brenda, për Dolçen deri diku, po edhe për gjithë shtëpinë, sepse ishin edhe gjithë shtëpia pak a shumë në siklet për raportin e Alba Limi, sepse gjatë gjithë kohës diskutohej brenda mes dyshës, kishte debate. Edhe një lloj përsëritje ndoshta të debatit që krijonte edhe ndoshta lodhje tek pjesa më e madhe e banorëve që e cilësojnë edhe si Bollywood lidhjen e tyre, ndrimi si zakonisht. Dhe mendoj që ka bu mirë për shkak a kam indiku Albes në lojën e saj, mendoj që po shpresoj që për të mirë, jo për të keq, po që kena me pa edhe një det ndoshta Alben duke vajtue, duke qajt me stiqen, se do Limi me njerë u fut në s'ken stiqe,
nga Alba. Se Kosovare e ka një lloj nuhatje dhe ndonjëherë parashikimet që i bën gjithmonë idealen. Po du me ditë ti si femër, domethënë sa beson edhe pse shumica e vajzave që kanë qenë këtu në për debate e grave kanë qenë le ta themi kundër Albës duke mos e besu gjithë këtë dramën e saj. Ti sa mendon në dashninë dhe sinqeritetin e saj karshi gjithë kësaj që deri tash e ka shfaq për limin? Në jetën reale kam hasë shpesh me vajza si Alba, edhe në jetën reale që ka një mashkull që i trajton keq, do me thonë i ofendon, i shanë, do shta kalojnë edhe dhunë fizike, po ato prap e dojnë që në mendjen e tyne e kanë kriju një personazh, një lloj dashnie që veç ato e shohen, edhe veç ato e besojnë. Kështu që unë nuk po du me besu që Alba për një është e dashurume edhe lejon, do me thonë, një person edhe një jetën reale me trajtu në mënyrë të tillë, se nuk më pëlqen, do me thonë, kur i shoh vajzat, të vujtë ose të bëm as një mashkull që ja kthen në këtë mënyrë. Mendoj se gjitha ka qenë një strategji e përgatitur nga jashtë mes Albës edhe Limit. Mendoj se kështu me pikë e presje e kanë zhvilluar të brenda, edhe Limi është dalë nga loja pikërisht në atë momentin kur ka mendu stop, këtu duhet m'ia lën Albës atë hapësirën e vet, se e kam dëgjuar edhe kështu një ditë që kam folë me Zveti që ti dush me kon tash e fort, me vazhdu, se unë ta kom kriju ty terrenin. Mendoj se gjithçka ka qenë një, ndoshta jashtë ata dy mund me kon shok ose çfarë do lloj raporti tjetër, por nuk besoj që janë në një lidhje, se nuk du me besu që një vajzë është një lidhje me një person që e trajton në mënyrë tillë. Pra me se tyre një lloj marrëveshje për lojë, për me fitu Alba Big Brother. Një lloj vlerësimi për gjithë shumë këmë. Po se i tha, ndoshta edhe gjatë aty në orëve të fundit para se me dali, tha që ka me të vëmë veç në Kosovë se tjera ka veç e ke prish krejt imazhin tonë. Që të sanë s'ka mujtë kur me kuptu mes atë në dëve. Do me thonë ka ndodhë, e kom pa, janë shoh, janë ofendu, kanë bërtit njëri tjetri, kanë thonë fjallën ma të ronda, kanë pa videon tjetër të përqaf, të putë, do me thonë, one për veti, one si shikuse mu ka duk shumë rrahje psikologjike kjo, shumë e randë për mu me pa, e lema ajo me përbalu, ose ata banor të brenda më ne që me dalin e Limit janë shliru, janë rahatu, se nuk mund është, nuk din që ka me besu, do me thonë një person që të shanë, të ofendon, të keq trajton, të kthehet, unë e kom djenja për ty ati, kështu ti keme fitu, të kam dimu, do me thonë për mu kanë tu maqë, kanë shumë. Me thonë, unë s'ka mujt me bo dalime, do me thonë se qka janë këta dy tash, apet janë nesër mu bërtit prap, apet janë nesër mu putë, që janë ka dojnë. Të mëse kuptu pare raportin, po aja fuqizoj kjo Alba, na e shini realisht Alba? E ka bo kryetem, e ka bo shumë të madhe jashtë Alba. Do me thonë, jo si personazh, po tema është diskutu shumë, do me thonë, kemi... Po si dinamik, kemi sa prajme që kanë shku, do me thonë, veç me Albën edhe Limin, do me thonë, është ka kohë që 3-4 javë që mire me vetëm Alba me Limin, i kanë timu shumë. Tash nuk e dinë se do ta qaj pash që aty ku ka dashë Alba me fitu, po i kanë timu dhe Alba do të bëhet në band si personazhi Big Brother Kosova. Nëse gjykojnë aftat, një prej personazheve që nështë ta ka kriju mas shumë të situata në reality show të formateve Big Brother është Alba. Qoftë në formatin e kalum, qoftë edhe në këtë format të Big Brotherit. Mirë po, preferenca jam e jo, nuk isha dash me fitu një femën ose një... Okej, kush është në këtë pikë të lojës, se kam bejt edhe pak të nësa sa u tha, kush është i e preferuara në këtë moment? Strategjikisht me folje është Eliona, që po e dënë shumë publiku, që po e pëlqen edhe nështë mënyrën edhe parashitin e saj, mënyrën se qysh po debaton edhe që po ka shumë komente pozitive ndështë për moshën që e ka dhe për mënyrën se qysh e zgjedh fjallët edhe... Këtë moshën është e pa mundë për debatet që i ka. Në tërkasht edhe në aspektin tjetër të bazu nështë edhe në viralitetin edhe në gjanat që komentojnë shumë prej njerëzve në për tavolina është edhe lëndrime. Po që nuk e besoj që kam i fitu lëndrime. Me thonë kështu shumë ma sinqeresht, kush do le ta fiton veç Alba jo. Se nuk isha dasht me fitu... Sa mërë ka shkundë? Jo, edhe me pas rol, edhe me pas ndoshta si lloj loje brenda shtëpisë Big Brotherit. Big Brother loj është, edhe kur e mendon. Është loj, por shumica prej tyre e humbin sensin e lojës dhe kthehen ndoshta te vetja, që janë në realitet. Nëse shohem, nuk mundesh me kone njëjtë në dy format reality, siç ka qenë Alba edhe në Ferma Vep edhe në Big Brother. Nuk kisha pas shef që fitusja, me qenë një vajzë e cila si pas Albës në këtë rast të e specifiku, e duron dhunën, i duron dhunën psiqike, i duron ofendimet, i duron gjitha gjanat, edhe me konë shambull në shta fituesja e Big Brother
4. Këtë pjesë me të drejta, se realisht nuk është që janë bartë mesazhe të dura. Nuk është që ka bartë mesazhe të dura, Alba që për me kriju situata, për me bo drama. Se kemi shumë vajza të reja që thash më herët që vujnë për një kësaj lloj lidhje, edhe mendojnë se që kjo për duron, po duhet me duru, duhet me falë se e kam parë me një prime, ku ja hedh limi, do me thonë gjanat fytyres, edhe ajo thotë është gjanë normale, edhe në jetën reale ndodh këtë sene, kështu që s'kemi kur që të keqen nësa e banë. Me prime që i thotë lëndrimi a s'jetoj pa që është të ofendu, edhe Alba kthejt me nuk e ka për mu. Nëse nuk flet kjo për mua kështu. Po nuk e di domethënë. Nuk kisha dashur një personazh i tillë. Ajo dëgjon edhe shet ç'a don ajo, jo çka është realiteti. Nuk kisha dashur një personazh i tillë, po, me fituar dhe që nëse shembull për kështu vajzat. Po, ama Alba është një person që ka qenë super sulum aty brenda, domethënë jo vetëm prej se ka limi, por prej fillimit. Edhe super aktive, ka qenë super aktive, super sulmume, mendoj që ka lujt vetë, është kanë gjatë gjithë kohës vetë, kemi pas fillim ato Benita shkurta e sane, po prap ka qenë vetë, madje me stiqin me limin, po mendoj se ka qenë effort. Unë kam pas shumë momente ku kam mendu që kam u dorëzu, kam me dalë, do me thonë, kur ka kërku dalën, kam mendu që me të vërtet po dalë, kurse kam besu që kthehet prap, forcohet edhe vazhdon lojen, po prap se prap tu e marë parasysh komentet, jashtë Eliona është super favorite, unë e shoh vetë kur flas dikon për ndonjë personazh tjetër, gjitha komentet janë Eliona fituse, Eliona fituse, po edhe lëndrimi më pëlqen shumë, është shumë i këndshëm, shumë personazh i mirë, shumë i kfjellët. Shumë ka kriju momentet të Çka mendoni përveç historisë e dëmshme, që natyrisht kam bashkëndjerë secili me Elionën edhe me momentin kur ka rrëfyer, që e bëri, nëse mund flasim deri në këtë pikë pra Elionën fituese. Pse njerëzit e shohin Elionën si fituese? Historia, mënyra se si ka trajtu gjërat brenda me ftohtësi, mënyra se si ka trajtu raportin mande me Klodianin, që ka shpreh më pëlqen mande është distancu, është ftoft, domethënë, mendoj se Eliona është ajo që ka studiuar shumë mirë Big Brother, është përgatit shumë mirë për asë me him brenda, me siguri e ka një ekip jashtë që i kanë tregu me detaje si me veprun situatat caktume, dhe kjo është ajo që e shoh njerëz fituese. Mendoj që është pak edhe pjesa e empatisë që e ka, dhe që den se qysh me paraqit veten në publik. Normalisht ndikon te pjesa e empatisë hynë edhe historia e dhëmshme që Eliona vetë e ka, se me një farë forme mujna me thonë që është pikërisht ajo histori që e ka bot futet në Big Brother ose të marrë ftesë nga Big Brother-i, po që edhe mënyra se që shi trajton situatat, që shi trajton gjanat, edhe menoj që realisht është edhe pak edhe mosha, se tu bazuna komentet se qka i nin edhe i sheh, duke i shku për edhe qka i nin në për tavolina, sa e re, sa mirë për din me folë, sa e meqme. Se e kena në një farë paragjykimi për vajzat e reja që nuk din me folë, nuk din me menu mirë, ose këto gjane. Eliona e ka thy pak që stereotip edhe e ka bu shumë pëlqyme prej publikot. Po, pra mes saj dhe Albës ju jeni për Elionën. Eliona. Ideja. Unë gjithkosh pës Eliona. Sa dhe që keni qep lëndrimi. Ka bu dhe kësha bu dhe Labina Tregja me fitu, veç Alba jo. Po, Roke tha, jere në ngalu me këtë, që ka gjatë dhe Labina Tregja fiton. Në finale pa tjetër, e shë Labin. Labin, okej. Dë prej personajëve që nështë e kanë fut në lojë dhe imazhin e tyre që e kanë edhe jashtë, janë pikërisht Alba edhe Labi që s'kanë lonë dzes pa bua. Mendon se Labi është kështu edhe në realitet, shkëlloj personi. Kush janë 4 finalistat e fundit krejt? Hajde se cili prej jush me këto parashikimet. 4 a 5, se zakonisht në Kosovë janë 5. Për 4 e di sigur. Ja, mira i shkon 3 me që ndona, ta mon finales. Eliona, Alba, Labi, Lëndrimi, Klodi. Treshën do të të e shenë në finale. Jo, Klodi nuk e shonë finale. Eliona, Lëndrimi, fatkeqësisht Alba. Dë të tjerë nuk e di, nuk jam kështu shumë i sigurt, potencialisht mundet me qenë Labi, po Big Brother i gjithmonë ka ditë me na çuditë dhe historikisht në finale kemi pas një bukuroshe që në shtatë shumicën e kohës nuk ka bo. Asgjë në shpipove që shduk, mund tjetë edhe Dolce. Harrova krejt. Harrova Dolce. Harrova, po ka mundësi, po se gjithmonë e qojnë. Se s'ka vale kur që Dolce. Se shë po, është edhe zakonisht jam Biondina. Zakonisht jam Biondina. Cili po ja qëlloni ma shumë, apo asnjëri. Zakonisht jam Biondina të bukura nga Italia që s'bojnë asgjë dhe që shkojnë finale. Dhe jo vetëm Bigu në Kosovë, Gjithë Big Brotherit. I Shqipërisë. Po, le ta themi që dhe ajo është një lloj strategjia, me shku në finale pa bo shumë. Po që është diskutabile. Jo, ka buaj për vit. Diskutabile për mosh Labi edhe Lodo.
Okej. O, regjia, po ju kuptojmë që ka pas më të folë. Ka po edhe dolçe shumë, po japi vlerësimet tjera. Faleminderit për sot. Faleminderit. Ishte kënaqësi.